Mirë, kthehemi në studio, do të shkojmë edhe njërë me pamje direkte nga parlamenti. Të sjellin në parlament një projekt ligj me procedurë të përshpejtuar do thotë që ka një urgjencë. Ka një urgjencë, mund të ketë 2 urgjenca, mund të ketë dhe 3 urgjenca qeveria. 17 urgjenca. 19 për 17. Ato janë të përshpejt, me procedurë të përshpejtuar, Niko, këtë së mbulon dot as ti. Nuk është e vërtetë që ky kuvend ka qenë kështu gjithmonë. Ky kuvend ka pas burra shteti, i ka pas dhe në këtë anë. Nga cila duhet marrësh ti shembull, Niko, ka pasi kryetar kuvendi këtu, që ka dhënë dorëheqjen pa ja kërkuar kërkush, vetëm se një ligj, një procedurë që kaloi këtu në vitin 2002, quhet antikushtetuese nga gjykata kushtetuese. Emri i tij është Namik Dokli dhe i përket kësaj ane të parlamentit. Do kisha dashur shumë që të kishte qenë kjo përgjegjësimë këtej. Në atë sallë, më dhem kur e them, se është antagonist politikisht Namik Dokli, mu do të jetë gjithmonë. Përgjegjësinë shtetare mbi këtë rregullore dhe mbi këtë kushtetuese ka treguar i burr me dorëheqje. Ata janë shembuj që duhet ju frymëzojnë dhe jo somësët që ju vinë. Këshill e imja. Kini parasysh dhe një gjë. Absolutisht kjo sallë me të vërtetë që nuk mund të edukojë asnjë prej jush. Nëse prisin të edukoheni në këtë sallë keni marrë fund. Është antiedukative dhe për cilin do që na ndjek. Duke nisur nga një fakt përveç të tjerave. Të gjesh këtu përballë një njerëz të Zotit që flet për Zotin dhe të tul në krah me Edi Ramën, me partinë që ka shkatruar kishat dhe xhamiat, këtu çdo besimtar është në atë momentin e tij të dyshimit. O Zot, a je kund more që e lën këtë sallë këtu? Faleminderit. Zoti Strazimiri, folët për rregulloren, në fakt mendoheni tani që ulët, çfarë lidhje kishte fjala juaj me procedurën? Gjithsesi, Zoti Redi Muçi dhe më pas zonja Klodiana Spaju. Zoti Muçi. Ju falemnderit zoti kryetar. Atëre në qoftë përderisa këtu flitet për normalitet, ju si kryetari i kuvendit më keni kërkuar mua si deputet, si përfaqësues i popullit të votoj një projekt program me 47 pika, me të cilin jam njohur rreth 20 minuta para. Dhe kjo është thjeda normale. Ju po flisni këtu për 19 projekt ligje dhe unë nuk kam akses, nuk jam informuar për këto projekt ligje. Si përfaqësues i popullit shqiptar dhe kjo është anormale. Sidoqoftë, anormaliteti më i madh është fakti që e keni kaluar dhe një herë programin tuaj qeverisës pa debat, pa diskutim. Unë dua të shpreh mbështetjen e Lëvizjes Bashk me mocionin e kolegëve të opozitës sa i përket rikthimit në seancë plenare të diskutimit të programit tuaj qeverisës, madje bëj thirrje edhe deputetëve të mazhorancës dhe sidomos ministrave të zgjedhur, që është në nderin e tyre që ta mbështesin dhe është në turpin e tyre që ta nisin punën pa diskutuar programin qeverisës. Mund flasim në këto 2 minutat pafundësisht, po pa na u dhënë mundësia të debatojmë programin qeverisës të partisë tuaj. Ky është një precedent shumë i rëndë për kuvendin e Republikës Shqipërisë. Zoti Gogu për replik edhe më pas zonja Spaju, Klodiana Spaju. Të nderuar kolegi, ju kërkoj shumë ndjes për durimin që do duhet të dëgjoni një replik, meqense kolegu që akuzoi ka ikur nga salla. Po unë jam jo vetëm i nderuar, po i privilegjuar që të ulem në krah të kryeministrit të këtij vendi, i votuar nga shqiptarët me një besim të padiskutueshëm për transformimin e vendit dhe më tej. Tani, po ashtu jam i përulur që të ulem me kolegë, sepse këtu ndjek tamam mësimet e besimit tim, mësimet edhe besimit tim dhe të shkrimit shenjtë, të ulem me kolegë të cilët akuzohen nga strukturat e posaçme për korrupsion madhor dhe unë nuk i gjykoj dot. Jam i përulur që të ulem edhe me ta. Kështu që thjesht për ta sqaruar atë kolegun, por nëse e keni dhe ju, merreni dhe ju. Faleminderit. Zonja Spaju.
Të nderuar koleg, ne patëm një debat konstruktiv, do ta quaja, në konferencën e kryetarëve të zgjatur dhe besoj që Të dëgjojmë kolegen. Ju lutem, Flamur. Besoj që edhe për të sqaruar më tepër edhe kolegët deputet që janë të rinj dhe nuk janë pjesë e konferencës së kryetarëve, të gjitha ato 19 projekt ligje që ju shikoni janë të gjitha të rikthyera sipas rregullores dhe nuk ka asgjë të re. Ato projekt ligje të gjitha janë të diskutuara në konferencën e kryetarëve të sesionit të mëparshëm. Megjithatë, unë do doja t'ju të riqja vëmendjen të nderuar koleg, sepse këtu vërtet ka patur burra shteti dhe do vazhdojnë të jenë burra të mençur, të zgjuar, por krahas burrave dhe djemve të mençur, fatmirësisht shqiptarët kanë ditur të mbështesin gra dhe vajza shumë të mençur. Dhe unë do t'ju sugjeroja të gjithë kolegëve burra që t'ishin shumë të kujdesshëm me çfarëdo gjë që tentojnë ta çojnë në mendje që do të ofendojnë gratë dhe vajzat e këtij parlamenti, nga të dy anët. Sepse ne kemi ardhur këtu me votën e shqiptarëve, ju me aq sa keni marrë, ne me një shumicë shumë të madhe dhe me një detyrim të madh para shqiptarëve që të nisim punën. E kuptoj shumë mirë që trishtimi është i madh nga ana juaj dhe do mundoheni që të shfrytëzoni çdo moment, qoftë edhe votimin e proces verbalit, që unë ju betohem që në 16 vite, kur nuk ka ndodhur, këtu kemi nga ana juaj dhe kryetar parlamenti dhe nga ana jon, kur nuk ka ndodhur që në proces verbali të marr orë të tëra për të kaluar në parlament. Ndaj do t'ju lutesha shumë, në qoftë se ju ngrini zërin dhe thoni që të fillojmë punën, të diskutojmë për të gjitha temat që doni ju dhe të gjitha projekt ligjet që janë, keni bërë propozim për interpelancë, keni bërë propozim për mocion, për shkarkimin e kryetarit. Në konferencën e kryetarëve u diskutua në çdo moment që secila kërkesë juaj është pranuar ashtu siç e keni bërë ju, por në bazë të rregullores, kalon në Këshillin e Legjislacionit dhe më pas kalon përsëri në konferencën e kryetarëve. Ju lutem, vetëm të zbatojmë rregulloren. Ju do të keni kohën tuaj, ne kohën tonë. Ju lutem të respektojmë njëri tjetrin, edhe një herë mos të shkojë njeriu të mend që ne vim këtu që të ofendohemi nga burrat. Faleminderit. Faleminderit, zonja Elda Hoti, zonja Hoti. Faleminderit, në fakt ofenduara janë vajzat dhe gratë që sot vuajnë dhe luftojnë me sëmundjen kancerit të gjirit, që në fakt dhe doktoresh Klodi duhet të ngrinte si shqetësim dhe duhet të kërkonte llogari nga qeveria e saj, sepse ata janë lënë në mëshirë të fatit dhe keni kthyer biznes me vdekjen. Dhe fatkeqësi në fakt që në Akademinë Politike të Partisë Socialiste nuk ju keni mësuar të rive deputet tuaj dhe ju keni dhënë shembullin që të flasësh që sot të rritë shqiptar janë dytet në Europë për mbi popullimin e banesave, që nga keq të denoncosh aferat korruptive të kësaj qeverie, që nga keq të flasësh për banda dhe krimin organizuar, që nga keq dhe shembulli që nga Belinda Balluku e tunelit Llogaras 50 milion euro, si që kanë deputetet që flasin me shumë zell, që i ka patur drejtuesi. Besar Xhaferi, zoti Xhaferi, fjalën. Fjalën zoti Xhaferi. Ju lutem ta mbaroj fjalën kolegja. Fjalën e ka zoti Xhaferi. Për procedurë ju lutem. Lexoni rregulloren, fjala procedurë merret për rendin e ditës, ndryshimin e rendit e ditës, procesin e votimit, propozime për seancën. Zoti Xhaferi, fjalën. Zoti kryetar, kolegëve duhet t'ja lini të mbaroj fjalën, por juve ju është bërë rrugë kjo tani që ndërprisni fjalën. Ne nuk e dim se në çfarë momenti do na ndërprisim, kështu që duhet flasim ne shumë shpejt, me sa duket. Megjithatë, unë kam dhe pak për replik me deputeten Mile. I uroj patjetër Mila ndjes, i uroj patjetër një legjislaturë të mbar, por e ka nisur gabim.
Ka marrë një pyetje nga një gazetar e nderuar zonja Ambrozia Meta në fillim të kësaj legjislature, që besoja ka për borx publikut shqiptar, ta sqaroj se si doli më e Ka votuar mundësi të flasur procedurë? Po për atë, Toni që na hoqë fjalën. Unë nuk ja hoq fjalën, ja hoq rregulloria, zoti Xhaferi. Po dakord, zoti Peleshi, po doni na anulloni dhe fare. Nëse keni për procedurë, flisim për procedurë, nuk për seancë pyetje përgjigje apo analiza sepse tha që ne deputetët e rinj po shohim normalitet e tjerë. Normaliteti fillon në radh parë duke përgjigj pyetjeve të gazetarëve nga dole më e votuar e burgut. Kjo është një pyetje që e presin të gjithë qytetarët e Elbasanit. Shumë faleminderit, fjalën e ka kërkuar zoti Erio Mile. Zoti Mile, fjala për ju. I nderuar kryetar, megjithëse është fjala ime e parë dhe nuk do doja që të ishte kjo fjala ime e parë me këtë përmbajtje. Dikush ju drejtoi një pyetje, a e dini krahun tuaj politik? Dhe me drejt këta kanë gjithë drejtën e Zotit ta bëjnë këtë pyetje, se realisht ai shumë sa i keni respektuar dhe i keni lejuar që ta kthejnë në një seancë broçkullash, seancët që ne po zhvillojmë, kjo është historike. Kanë qenë nga seanca e parë, që kanë shfryzuar një nen duke qenë se na akuzojnë neve sepse nuk njohim rregulloren. Po abuzojnë me nenin 44 të kësaj rregullore që më së shumti din ta përdorin sigur për gjuajtur opozitën se sa ta lexojnë, bashkë me kushtetutën dhe mazhorancën, lapsusim zoti Noka, jeni më i vjetër se mua në këtë parlament, por gjithsesi dini ta përdorni më mirë për goditje. Nga ana tjetër, në çdo procedurë që ne kërkojmë ta vëmë në rend të ditës dhe të vazhdojmë të eci përpara ky parlament, kemi një spirale nga ana e opozitës, kemi një manifestim të dhunës dhe të gjuhës urrëties ndaj deputetëve të mazhorancës dhe kjo është e vetmja mënyrë me qëllim që këta të bëjnë opozit. Ankesa e radhës është pse janë futur 19 projekt ligje në kalendar, ndërkohë që ne na duhet të kapim trenin për të shkuar në Bashkimin Evropian dhe duhet të nxitojmë me procedurën tonë. Po çfarë keni dëgjuar deri tani për procedurë dhe për procesin e integrimit? Janë ngritur dhe po kthehen 2 seanca më parë me idenë se ne pas kemi penguar këta për të folur gjatë programit qeverisë. Më falë, kush doli dhe kërkoj sherrë dhe grushta në seancën e programit, ne apo opozita? Dhe nga ana tjetër, jo zotri, se është kërkesa juaj, prandaj ju po ju kthej përgjigje. E përdorën gjithë fabulën e diellës se u ofenduan këta nga teknologjia, sepse këta nuk njohin teknologji tjetër përveç sa iPadit Saliut. Foli diella dhe në OKB, por nuk u çua njeri atje për pjet, as nuk kërceu, as nuk shkuan për të bërë grushta. Nga ana tjetër, unë do ju kërkoj i nderuar që ne të japim fund kësaj, duke qenë se për çdo artific që përdor opozita, të kthehet në një debat pa asnjë lloj vlere. Ju lutem të respektojmë procedurën dhe të ecim përpara me rendin e ditës. Faleminderit. Faleminderit. Zonja Mila për replik. Diçka shumë shkurt, jam pak e çuditur, po dua të them edhe pak e zhgënjur nga Besarti, në fakt, sepse ka menduar se do sillte një standard tjetër këtu në Kuvendin e Shqipërisë. Ai ka qenë listë mbyllur dhe nuk i di ai ethet e garës, se e ka marrë falas këtë karrige. Megjithatë, dua vetëm një këshill shumë miqësore. Mos merr leksione nga Noka dhe nga Bardhi, se e para s'di ta bësh, e dyta mirë është mos ta bësh. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Hoti ka kërkuar fjalën, Klit Hoti. Zoti Hoti. Faleminderit. Atëherë, unë dëgjova shumë gjëra këtu, Atëherë u fol për programin e qeverisë, me shumë dëshirë dhe me shumë pasion do kisha dashur të fol për programin e qeverisë. Replik, zoti Xhaferi, nuk ka replik mbi replik. Nuk ka replik mbi replik. Ndjes zoti Hoti, fjala për ju. Vazhdoni zoti Hoti. Faleminderit zoti Peleshi. Unë realisht që ditën e parë do të kisha dashur me fol për programin e qeverisë. Do të kisha dashur me fol për sportin, do të kisha dashur me fol për shëndetësinë, do të kisha dashur me fol për arsimin. Dhe te programi i qeverisë po është 3-4 rreshta, po do të kisha dashur me kuptu më shumë për sa është GDP-ja që e dhan shëndetësisë, arsimit, sportit. E ndërkohë nuk na olla mundësia.
Nuk na dha mundësia ndoshta u provokuam edhe ne nga zonja Diell. Mbien keq që u provokuam nga zonja Diell po për pjesën e teknologjisë besoj që jena të ai lloj niveli që e kuptojmë që është e ardhmja. Edhe që duhet. U tha këtu për pjesën e hedhjes së kushtetutës. Ju lutem, sepse ju keni shumë më shumë akses te media se sa kena ne. Ne kena vetëm një 5%, 10%. Të lutem mos disinformoni njerëzit sepse në asnjë moment nuk ka hedhur kushtetuta. Është hedhur programi i qeverisë. Ju lutem. Tjena serioz. Mundi më rikthy kamerat edhe është një A4. Kurse kushtetuta është A5. Nuk ka hall asnjëherë kjo. Edhe e treta për pjesën e të njëjtës këngë. Unë nuk jam psikolog, unë jam mjek. Po fysëm duhet kjo pjesa të njëjtës këngë që kërkoni me rikthy edhe herë seancën për me diskutu për programin. Po e du me diskutu që me kuptu dhe me thonë pse jepet 3% për shëndetësinë më burë dhot. Pse jepet 3% për arsimin. Ndërkohë që vetë rajonit e kanë 8%, 7%. Nuk na dhat këtë mundësi. Kjo është arsyeja. Kështu që shpresoj që të kena mundësinë me folë për programin. Ndoshta është e mirë për tonë shqiptarët. Jo për opozitën ose për pozitën. Që të kuptojmë që një shtet nëse nuk ka me pas këtë që sa përpërmenda shëndetësinë, arsimin, sportin, kulturën në nivelin e duhen, ka me përfundu si puna Shkodrës që 30% e njerëzve kanë ikë për 5 vitet e fundit, 30.000 vetë. Edhe gjënat e më thonë që po shkatrohet jo Shkodra, po gjithë Shqipnia. Kështu që ju lutem të fokusohen te programi i qeverisjes të marrim më të mirën. E keni marrë ju me drejtuar, ta drejtoni mirë të paktën. Faleminderit. Faleminderit. Zonja Mesila Doda ka kërkuar fjalën, zonja Doda. Po, faleminderit për procedurë. Kemi u bën pothuajse një orë tani që dëgjojmë le të themi mendimet e ndryshme nga të dy krahët dhe ajo që vërejmë në fakt pjesa themelore është fakti që kemi nevojë të flasim. Opozita është ajo e cila nuk ka arritur të marrë kohën e duhur për të bërë detyrën e saj. Asaj detyre që i takon që të bëjë opozita. Dhe besoj se ju keni në dorë, po të gjithë ne mund të gjejmë zgjidhje siç kemi gjetur zgjidhje gjatë gjithë kohës. Pra, të mos dëgjojmë le të themi edhe këtë sensibilitetin e shtuar deputetëve të rinj, por kemi detyrën që të kthejmë normalitetin dhe të jepni mundësi gjithë deputetëve të opozitës të thonë fjalën e tyre. Është kërkuar një mocion me debat, nuk ka asnjë arsye sepse mos ta bëjmë mocion me debat. Më falë se jam duke folur procedurën e parë dhe e dyta mua mos më ndërhyta Oland Balla kur flas. Atëre, kemi nevojë të kthehemi normalitetit dhe të mos ngrejmë tonet dhe emocionet në kot. Kemi nevojë që të flasin, ka nevojë që të flasin deputetët e opozitës. Është shumë e rëndësishme. E para është fjala dhe pastori mundet që të ma konfirmoj këtë. Fjala nuk lidhet, fjala i kthehet opozitës siç e ka detyrën e saj për cilën është votuar, po siç e jep edhe mundësinë kushtetuta dhe rregullore e këtij kuvendi. Kemi gjetur gjithmonë zgjidhje dhe dim të gjejmë zgjidhje kur duam që të bëjmë një punë që të ecë në normalitet. E dyta që vura re është çështja lidhur me projektligjet dhe me rëndësinë e komisioneve. Absolutisht që zonjat të cilat folën kanë eksperiencë, e din se kush janë procedurat, po dhe komisioni nga ku kalohet. Edhe kjo është detyrë e më të vjetërve, atyre që kanë më shumë eksperiencë në këtë parlament, që të gjejnë një balans në komisionet e krijuara dhe të mos lënë asnjë deputet që të mos thotë fjalën e tyre. Në këtë parlament 140 deputetë janë njësoj të rëndësishëm. Nuk u votua vetëm një majorancë që të thotë opozitës ikni në shtëpi ju tani sepse ne i kemi gjithë votat që të bëjmë, por kemi detyrimin që të gjejmë më të mirën dhe të bëjmë më të mirën për projektligjet që vinë për të mirën e njerëzve. Fundit fare kisha një gjë për pastorin, shpresoj shumë që ai projektligje që heq gjinit, burr dhe grua që ka ardhur nga media të mos jetë mbrojtës pastori, shpresoj shumë që të jetë thjesht dizinformim nga media. Ju faleminderit. Faleminderit. Zoti Erion Braçe ka kërkuar fjalën, zoti Braçe. Kryetar, se u bë fiks 1 orë e 31 minuta, edhe mbase e humbëm fillin. Me sa mbaj mend unë, keni njoftuar kuvendit që jemi në pikën e njoftimeve. I keni bërë njoftimet dhe tek çështja e kalendarit dhe programit të këtij kuvendi keni kërkuar 1 folës pro dhe 1 folës kundër. Mundet të kthehemi këtu?
Faleminderit. Faleminderit, fjalën e kanë marrë të gjithë ata që e kanë kërkuar për procedurë, natyrisht nuk jepet dy herë, kam dhe 3-4 kërkesa, po janë për herë të dytë. E kanë marrë fjalën të gjithë për procedurë, pak kanë folur procedurë, pjesa më e madhe ka qenë jashtë, po kjo është gjithsesi çështja juaj dhe unë jam i detyruar të mbaj qëndrimin sipas rregullores, kështu që nuk kam asnjë kënaqësi kur i ndërpres fjalën një deputeti, por më detyron rregulloria kur e shikoj që është jashtë procedurës. Tani, para se të kalojmë në votimin e hapur për miratimin e programit dhe kalendarit, dy folës, një pro, një kundër, një nga opozita, një nga maggioranca. Nga opozita kush e do fjalën? 5 minuta? 5 minuta? 5 sipas rregullores. Neni 26, pika 6, për shqyrtimin e propozimeve për ndryshime në program, të propozuara me shkrim nga një votohet pa debat, seancë plenare, pasi është dëgjuar për jo më shumë se 5 minuta, një folës pro dhe një folës kundër, rregulloria. Neni 27 është neni kalendarit. Ju lutem 5 minuta, u ta merrni fjalën? Zoti Noka, u ta merrni fjalën në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike për programin? Arse tashmë është botërisht e ditur edhe ndër shqiptar, por edhe ndër ndërkombëtar. Por që të tentosh të kthesh edhe këtë parlament, edhe të vazhdosh në parlament të instrumentalizosh një fars tjetër, kjo nuk ishte ndodhur kurrë, as ishte imagjinuar kurrë. Në rast se juve ju dhunon dhe ju dikton çdo gjë narkosi, shqiptarët ka nevojë të dinë të vërtetën, sepse ne jemi opozita dhe kemi detyrë të shpërthejmë ato prangat që ju ka futur ju narkosi në çdo hap dhe t'ju themi ato që është realitet në këtë vend. Shiko, tani edhe këta ministra këtu, gjysmën e tyre nuk i njeh as shqiptar. A e dini ju apo se dini? Asnjë shqiptar. Po dhe këta ka nevojë të flasim. I lini të flasin, edhe ju mu. Duhet flisit ju dëgjojnë shqiptarët, çfarë dini të bëni, çfarë dini të thoni, pse jeni aty, a jeni obortar, a jeni ministra qeveritar. A do ju flisni? Ka nevojë shqiptarët të dëgjojnë, po jo, ju doni që çdo seancë të kthehet në fars dhe të flas akademia e barinjve juaja, ndërsa kur vjet e opozita të ndërpritet fjala, jo zotri. Ka ndodhur ngjarje, ka ndodhur, janë zhvilluar çështje, janë elaboruar shumë gjëra, ka dalë një raport i Departamentit Amerikan të shtetit për klimën e investimeve në këtë vend dhe këtë shqiptarët duhet ta dinë. Ka ndodhur, ka dalë zbardhur nga shërbimet sekrete të partnerëve dhe jo nga Partia Demokratike. Aruba, takimi i Arubës është lemeritës, që tregon se si bosët e narkosit ulen me qeverinë shqiptare, tregon se si një orë 500.000 euro u jepet atyre për t'ia dhuruar kreut të narkosit si një shpërblim ose si një mirënjohje që po fut paran e drogës dhe të korrupsionit në sistemin dhe në ekonominë shqiptare. Ka gjë më tronë se kjo? Jo, po ju djeg, kjo nuk duhet diskutuar për ju, sepse për ju duhet rrinë në kuadrin e lloqeve që po bëni deri tani, dhe që ky kuvend për ju s'ka problem fare të quhet kuvendi i lloqeve. Mjafton që kreu i narkos së bashku me këtë organizatë kriminale këtu, të firmosin pap, si pas interesave të klientelistës dhe të karteleve që ju kanë sjellë këtu gjysmë për jush, se këtu folën, ti e përfaqësues e karteli. Folën përfaqësues e kartelesh këtu. Po, kush ka sjellë vot ty? Kush ka sjellë ty? Benqimiat ka sjellë ty këtu.
ti s'ke as një vot. Zoti Nata, ju lutem, mos përdorni fjalor jo parlamentar. Që ta dishti. Nëse doni të vazhdoni fjalën. Çe ka sjell? Suel Qela. Ja pra këtu është. Ja ku e ke. Kush e ka sjell këtë ministër? Sueli. Këtë tjetër kush e ka sjell? Xhabafti. Ja ku e ke Blend Xhabaftin. Ja pra kjo është. Ja ku e ke. Kush e ka sjell? Kush e ka sjell këtë tjetrin? E ka sjell Troplinët. Ja ku jeni. Prandaj ju djeg dhe doni ta mbani në suazën e lloqeve gjithë këtë histori. Jo. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë atë që e kemi thënë dhe ne, por që ju ku e thonim ne kërcenit se jo opozita. Shish thot, ekonomia shqiptare dhe zhvillimi i saj mbeten të ndjeshëm ndaj korrupsionit për hapur. Kush e bën korrupsionin? Ja ku e ke organizatën kriminale. Këta bëjnë korrupsionin me nëkrye narkosin. Po. Ndaj krimit organizuar. Kush është krimi organizuar? Karteli Troplini, karteli Qela i Suel Qelës, karteli i Xhabave e tjerë. Këto janë krimi organizuar. Po këta ju kanë sjellë gjysmën tuaj këtu, ndaj ju e mbyllni. Ju e mbyllni se zguzoni të flisni kundër padronëve. Ndaj keni qef që vazhdimisht vetëm lloqe. Po çfarë thot raporti? Raporti thot sepse konkurenca në qeverinë e narkosit është e shtrembruar. Pse fituesit e tendave të koncesioneve cakton narkosi. Nuk ka lidhje me procedurat. E thot Departamenti Amerikan i Shtetit dhe jo vetëm opozita. Por çfarë thot? Ju keni thonë narkosi thot që këtu është mrekullia në këtë vend. Por raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit thot se prodhimi i përgjithshëm bruto për frym është sa 1/4 e BE-s. Keni parë narkosi që thot ne në BE në 2030. Në BE me çfarë? Po. Me çfarë në BE? Tani, çfarë thot? Shqipëria thot raporti ka një mekanizëm për kontrollin, për screening e investimeve të huaja direkte. Investorët e huaj vazhdojnë ta perceptojnë Shqipërinë si një vend vështirë për të bërë biznes. Ata theksojnë vështirësitë vazhdueshme për shkak të korrupsionit në sistemin publik, për shkak të sistemit gjyqësor dhe prokurimeve publike që narkosi i ka shkatruar dhe për shkak të konkurrencës së padrejtë. Thot edhe për shkak të pastrimit parave, të asaj orës 500 euro dhe të takimit Arubës. Po. Thot që ndryshohen legjislacioni fiskal sipas interesave. Po, të obortarve. Thot edhe i gjë tjetër për pronën, po ju s'doni t'ja dini të drejtën pronësore. Një VKM ja merr pronën qytetarëve në Bregdetit dhe ja jep një obortari ose një gastori të qeverisë, investitor strategjik. Këto janë, po. Pa diskutim, shpopullimi është problem madhor, sepse ikin shqiptarët për shkak se ke narkosin këtu, pra na ikin. E thot raporti, po, komuniteti i biznesit thot, raporton se prania e madhe e të ardhurave të paligjshme nga trafiku i drogës, nga kontrabanda, nga evazioni fiskal që e bën narkosi këtu, po, dhe nga korrupsioni, po, shtrembron konkurrencën në treg, po, investitorët investorët e huaj raportojnë se kanë qenë objekt shantazhesh edhe nga administrata, pra gjoba nga narkosi këtu, por edhe nga mediat, që ju i keni kontrolluar dhe i keni kthyer vari Karlo shumicën e mediave në këtë vend, edhe nga grupet kriminale, pra nga kartelet. E thot raporti Departamentit Amerikan të Shtetit. Pra ju ka bërë një skaner, ju dhe kësaj grupit tu që është narkos, një skaner jashtë çdo perceptimi. Kur e thoshim ne, jo opozita, ja po e thot raporti Departamentit Amerikan të Shtetit të, por raporti thot se raportet për korrupsion në prokurimet qeveritare janë zakonshme. Janë të zakonshme, me investitorë që raportojnë rastet korrupsionit dhe që vënojnë ose pengohen qëllimisht investimet në Shqipëri. Ja, pra kjo është pasqyra juaj, kjo është fytyra e juaj. Përdorimi i vazhdueshëm i kontratave i atyre PPP-ve të famshme që Erioni ke pas kundërshtuar dikur, po, thot, ka reduktuar mundësitë për konkurrencë.
duke përfshirë kryesisht investorët e huaj, zero shans konkurrence. Narkosi ulet dhe cakton, ky Karagjoz do të marrë këtë, ky obortar, ky lozonjar do marrë këtë, dhe i mbyll. S'ka as ligj as gjë. Edhe nuk e themi ne, që t'jemi të qartë për këto. Por çfarë thot tjetër raporti i Dashit? Disa investitor amerikan janë përballur me mosmarrëveshje të vështira tregtare me entitetet publike dhe private. Pra me këta. Me përfaqësinë e Arubas. Prit, me përfaqësinë e Arubas. Investitorët amerikan janë përballur me përfaqësinë e Arubas, thot. Po. Dhe ke dy raste që kanë përfunduar në arbitrazh ndërkombëtar. Prit, mos u ngut. Pra, çfarë thot tjetër? Çfarë thot tjetër raporti? Raporti thot, të drejtat pronësore vazhdojnë të jenë një sfidë e madhe për Shqipërinë. Pasi në Shqipëri është shumë e vështirë që të sigurohet titulli i qartë i pronës. Çfarë tregon? Urrëtitjen që Narkosi ka për pronarët legjitim, sepse ka një program për të rrëmbyer gjithë pronat, edhe me investime strategjike në Begdet, po dhe tani me programin e Malit, për të rrëmbyer pronat dhe për t'ia dhënë gastorëve, obortarëve apo hysmeqarëve të Narkosit. Por mbi të gjitha, Aruba është ajo që u liret sot gjithkund. Po, me që u bëhet kurios, po ju a them, 2 ministra tuajet kanë qenë të deleguarit e Narkosit në samitin e Arubës të mandatuar. Faleminderit zoti Noka, fjalën e ka kërkuar zëvendës kryeministja zonja Balluku. 10 minuta. Zonja Balluku. I nderuar koleg Noka, personalisht kam respekt për eksperiencën e gjatë që ke në parlament dhe do desha të thoja për shqetësimin që ke për ministrat që nuk marrin kohën e dur për t'u promovuar, që duke parë të kurrjen e votave që keni në një trend të vazhdueshëm, zgjedhje pas zgjedhjesh, kemi vendosur që t'ju lëmë më shumë hapësirë juve që të promovoheni. Ministrat kanë gjithë vëmendjen e publikut dhe gjithë kohën e dur mediatike për të promovuar punën e tyre dhe programin e qeverisë. Ndërkohë që ju dukeni që jeni në ditë të keqe, votat janë gjithmonë më pak, ndaj mirë do ishte ta merrni këtë kohë, po ta përdorni dhe si duhet. Tani, për sa i përket departamentit shtetit që i referoheni, duhet ta vendosni një standard. Nëse do t'i referoheni departamentit shtetit, duhet t'i referoheni gjithmonë. Jo vetëm kur keni interes dhe kur doni të bëni zhurmë duke i shtrëmbruar raportet e tyre, ndërkohë ju jeni një parti me një person non grata të shpallur nga departamenti i shtetit. Tani ndajeni. Non grata, më fal, ty mund të quaj bukurosh, se gjatosh, bukurosh, nuk mendoj që ti mërzitesh apo jo. Do me thonë, ti the si bukurosh, si gjatosh, si shkurta bish, janë të pranueshme. Ti bukurosh, mos fol për momentin. Se e kam me kolegun tim, me kolegun Noka, për të cilin kam shumë respekt, prandaj dhe po i përgjigjem se unë zakonisht nuk është se konsumoj kohën e parlamentit me përgjigje të tilla. Pra ta vendosim një standard për departamentin e shtetit. Departamenti i shtetit është apo nuk është për juve një bibël tek e cila bazoheni dhe gjithçka që thuhet pa u shtrëmbruar ama, sepse ju i lejoni vetes interpretim të raporteve të departamentit shtetit, gjë të cilën s'duhet ta bëni sepse është totalisht jashtë çdo etike. Megjithatë, nëse i referoheni edhe duke e shtrembruar, duhet i referoheni edhe për masën ekstreme që ka marrë ndaj liderit tuaj politik, shpirtëror etj. Po ndaloj vetëm për një moment tek investimet e huaja. Investimet e huaja që vetëm në 6 mujorin e 2 të vitit janë rritur me 8 milion duke shkuar
759 milion euro investime vetëm për vitin 2025. Mos t'i krahasoj me 2013, se pastaj thoni akoma krahasoni me 2013, po ç'të bëjmë? Të krahasojmë me veten tonë. Ne krahasojmë. Të mbaroj... Jo, fjalën do ta marr sepse jam po flas në emër të qeverisë dhe për më tepër ju kam dëgjuar mu përmend dhe emri dhe nuk e mora kohën parlamentare për ta çuar dëm për njerëz që nuk është se kanë ndonjë vlerë edhe kur ma përmendin emrin. Kështu që po I kthejmë investimeve të huaja, meqense nuk na lejohet më, sepse thoni pse na krahasoni, vazhdoni ju me 2013-ën. Nuk po ju a them se sa ishin investimet e huaja në 2013 kur Edi Rama mori drejtimin e këtij vendi, por po ju them që edhe krahasuar me veten tonë, brenda një 6 mujori jemi plus 8 milion, kemi arritur 759 milion investime të huaja, për të mos folur pastaj për të gjithë brendet e huaja që sot vinë dhe operojnë në Shqipëri për shkak të transparencës dhe të gjithë kuadrit ligjor që ofron ky vend. Ju investoni për t'i prishur imazhin vendit në çdo fjalë tuajën, ju investoni fuqimisht për ta bërë me baltë Shqipërinë. Dhe këtu do ta mbyll edhe këtë fjalë bukurosh. Kur të drejtohem ty, atëherë mund përgjigjesh. Tani po flas me kolegun tim Noka. Dhe një fjalë e fundit. I dashur koleg, të lutem, kur del edhe bën akuza, vëri emër akuzave pasi të gjithë kolegët e mi këtu nuk kanë qenë kur në Aruba, edhe mund t'i kishte rënë rruga për punë apo për, nuk e di, konventa, takime, etj, po asnjëri nga ne nuk ka qenë në Aruba. Kështu që nëse ke informacione, bën mirë mos hedhësh tym, si që hidhet kosherës bledve dhe dilni pastaj dhe gumzhini para kamerave dhe se dini as vetë se çfarë thoni, por vëri emra, kush janë ata që kanë shkuar në Aruba, se ne këtu nuk kemi shkuar në Aruba. Dy minuta replik, zoti Noka. Tani, unë prisja që të fliste zonja zëvendës kryeministre për kartelet, për farsën zgjedhore, për vendimet e qeverisë, për të blerë votën e pensionistëve, për vendimet antiligjore të qeverisë për të falur gjobat shqiptarëve, doja të fliste dhe të kërkonte ndjes për thasët që qarkullonin me euro për të duke blerë votat. Doja të fliste këtu për policinë e cila ishte shoqëruese e bandave dhe krimit organizuar dhe e karteleve në të gjithë zonën, në gjithë Shqipërinë dhe në çdo qendër votimi. Doja këtu që të thoshte po, do ndërhyjmë edhe në policinë shtetit, sepse jemi vetmi vend në botë që kreun e policisë shtetit e ka caktuar kartelet, karteli Qela dhe karteli Troplini. Është i vetmi vend botë që kanë caktuar drejtorin e policisë shtetit. Ndaj sot nuk guxon qytetar të shkoj, asnjë qytetar të shkoj tek policia dhe trokaset bëjt denoncim, sepse pa mbaruar e pret fundi. Kjo pra është gjendja. Doja të fliste pak me detaje për raportin, sepse ky raport që flet për korrupsionin e kanë bërë këta këtu. Nuk e ka bërë pjesa këtu. Jo, ne kemi gjithë të vite në opozit, por nuk guxojnë. Nuk ju zgjidhet dot gjuha për këto gjëra. Ju zgjidhet gjuha vetëm për hartime dhe filozofira. Jo. Shqiptarët duan dinë vërtetën, po më zonjë. Nuk kanë qenë këta, se shumica janë të ri dhe nuk I njeh kush. Po kanë qenë antarë të kabinetit të narkosit. Dhe kanë qenë dy antarë të kabinetit. Ju jeni zonjë zëvendës kryeministre, lidhuni me partnerët, ju kërkoni. Faleminderit zoti Noka. Fjalën e ka kërkuar për replik zoti Balliu. Zoti Balliu. E morë 2 herë. Zoti Balliu. Sekondët e atij. Jepi 30 sekonda. Marr 2 herë fjalën. Mbaro fjalin, jo 30 sekonda. Mbaro fjalin edhe zoti Balliu. Ta mbaroj. Për replik. Kontaktoni partnerët, shërbimet partneri I keni,
dhe do ju dalë gjithë biseda çfarë porosie kanë quar në emër të kreut të narkos 2 ministrat atje, për parat e drogës, për parat e korrupsionit, për pastrimet, për kullat dhe për të gjitha. Aty, por kokën si struci nuk e fshini dot duke fut kokën në rër ju, se jeni zbuluar. Fjala e zotit Noka, presim vetëm pak qaste për shkak të një problemi me transmetimin nga ana e parlamentit. Vjojnë diskutimet tonë e tashpra, që është e vërteta nga deputetët. Megjithatë shkojmë publicitet dhe kthehemi vetëm pas pak.